autori i emisionit Fokus. Zoti Papa, të përshëndes. Faleminderit që vëla. Kënaqësi. Zoti Papa, e nisi me fjalimin e Donald Trump në OKB, një fjalim i cili ishte, si thua, inaugurimi një politike të re proteksioniste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, le themi në të gjitha aspektet. Në fakt, çfarë po ndodh me administratën Trump aktualisht? Çfarë politike po kristalizohet në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare? Trump nuk shikon një organizat në marrëdhënie shumë palshe, e shikon që OKB-ja e ka humbur vlerën, nuk thuaj se nuk ka asnjë vlerë, ka të drejtë. Fjalimi i tij këtë radhë ndryshon nga fjalimi në mandatën e parë, ku foli për nacionalizmin, për shtetkombin, për luftën ndaj socializmit, ideve wokiste. Këtë radhë, ai duke e parë si një organizat me një platformë të majtë, ishte shpotitës, denigrues dhe foli rreth 55 minuta, e kaloi minutazhin ku çdo lider duhet flasë 20, por presidenti amerikan nuk ka limit. Nga ana tjetër, ai doli haptës kundër asaj që quhet ngroja globale dhe foli për politikën e brendshme amerikane, duke fajsuar dhe Bidenin diçka që asnjë nga të pranishmit jo se donin ta dëgjonin, por nuk kishin interes. Megjithatë, Trump tregoi edhe një herë se si e shikon ai OKB-n. OKB-ja është kthyer në një institucion që thuajse nuk kryen asgjë. Amerikanët i kanë hequr mbështetjen financiare, 3.5 miliard dollar në vit, sepse e shikon që kjo organizat nuk po funksionon. Ka ndodhur edhe më parë me Jesse Helms, i cili her pas here ndalonte financimet e mëdha për faktin se duhet të ristrukturohet kjo organizat. Trump thotë unë kam ndaluar 7 luftra, në fakt ka drejt sepse kanë ardhur 14 vende dhe kanë firmosur, dhe askush nuk më ka thënë faleminderit dhe OKB-ja për këtë s'ka bërë asgjë. Tregon edhe një herë që me administratën Trump ndaj OKB-s do të ketë qëndrim tjetër. Qëndrim ndryshe, Trump e mbështet politikën e tij të jashtme në marrëveshjet dypalshe. Dhe po të shikosh, të gjithë liderit botror shkojnë përpara Trump si përpara donit të madh, dhe aty duket se kush ka forcë në lobbying, shkoi Erdogan, por përpara tij ishte kreu patriarkanës Stambollit, i cili kërkoi Trump që ta ndihmonte në problemet që ka me Turqinë. Ky është lobizmi, nuk është lobizmi siç ndodh me ne, që ministri e jashtme e veshur në një mënyrë të papërshtatshme është në një tryez me ministrin e jashtëm të Serbisë dhe me Grinell që dihet që ka investuar pro Serbisë. Nuk kryen lobingjet kështu. Sa herë që ka patur seancat OKB-s, Berisha takonte Albright, madje edhe Nano, madje edhe ai që quhej vegla qore e Greqisë, ministri i jashtëm, kurse këta të sotmit nuk arrin të kenë kontakt me zyrtar të lartë të administratës amerikane. Kompleksi i inferioritetit për të bërë një fotografi me sekretarin Rubio kur janë përdarë gjithë ministrat e jashtëm të NATO-s, tregon edhe një herë nivelin e ulët të diplomacisë shqiptare. Zoti Papa, me që përmendët ministren e jashtme, pra ishte në OKB ministre e jashtme, presidenti, si është qasja e administratës Trump për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin? Amerikanët nuk largohen nga Ballkani, natyrisht që e thash është dypalshe, me Trumpin çdo gjë është transakcion, interesi ka rënë shumë, nuk është faji administratës amerikane, por është i qeverisë tonë, i Ramës, i cili duhet të ishte në OKB, nuk erdhi sepse ka problemet e tij me drejtësinë këtu, ka problemet atje, ndërkohë që nuk kishte një ndërlidhje midis Begajt dhe Spiropalit. Në darkën e organizuar në New York nga shqiptarët ishte presidenti i Kosovës, presidenti i Shqipërisë, nuk ishte Spiropali. Ku ishte? Ishte te Soros, ishte tek Clinton Global Initiative. Askush nuk e di ose mbase për shopping. Asnjë takim, thojse edhe homolog, siç janë kryer më parë. Ajo që mua më bën të ndihem keq është që Serbia është disa hapa përpara nesh. Vučić, si vllau Ramës, takohet me Rubion. Ka nisur dialogu strategjik me 9 pika konkret, ndërkohë që kanë pezullim për Kosovën dhe nuk ka asnjë dialog strategjik me ne. Zyrtarët lartë amerikanë vinë OKB, unë isha në 2-3 si media e huaj, ishte numri 2 departamentit Landau, ku u fol për azilin politik, se si do të shikojnë amerikanë, nuk parë zyrtar shqiptar. Pra, për mendimin tim është një delegacion
me nivelin më të ulët përfaqësimit, jo thjesht indiferencën e amerikanëve ndaj nesh, por dhe një lloj fodulliku nga administrata e Ramës. Kur vihet në OKB duhet të jesh i përgatitur, duhet të kesh kontakte dhe të mos jesh mbrapa Serbisë. Presidenti i Kosovës është më vepruese. Arriti të ketë një intervistë në Fox News, nuk është pak, kudo që hyn nëpër korridore nuk le çast pa u kontaktuar, pa u prezantuar si presidenti, edhe pse nuk kemi vend, nuk është anëtare e OKB-s, pra është përpara diplomacisë sonë. Unë do të doja që ne si shqiptarë të ishim bashkë, aty ku ka një aktivitet presidenti i Kosovës, tjetë presidenti ynë. Pra të përfaqësohemi si Shqipëri. Kjo nuk ndodh sepse dihet përplaset që ka qeveria e Tiranës me Kurtin. Dhe kjo na dëmton. Zoti Papa, flasim për diçka tjetër, po flitet për një sulm eventual ndaj Venezuelës, ndërkohë që presidenti Trump i quan narkotrafikantët si terroristë. Ka të gjasa të ndodhë diçka e tillë? Trump nuk pyet askënd, ka kryer 2-3 bombardime, do të jetë i ashpër ndaj tyre, nuk lejon që siguria kombëtare e Amerikës të kërcënohet nga kartelet. Akuzat mëdha nga mjetet e djathta amerikane ka përsinjalohen lidhje me narkoshtetin shqiptar. Rama e di mirë. Trump nuk do të ndalojë. Ka filluar ka nxjerr urdhra ekzekutiv, duke nxjerrë si organizatë terroriste Antifën. Shumë shpejt do të ketë akuza dhe për grup kriminal për Soros. Pra unë besoj se këtë radhë Trumpi do ta vazhdojë atë që nisin mandatin e parë ndaj Venezuelës. Natyrisht që Venezuela është një sistem diktatorial, por kryen masivisht trafiqet mëdha, çka rrezikon interesat, sigurinë kombëtare amerikane. Janë rreth 100.000, 150.000 amerikanë që vdesin në vit nga fentanil. Edhe pse kufiri jugor është thuajse bllokuar tërësisht, nuk ka rënë numri të vdekurve. E ka prioritet Trump, do të kryej, nuk pyet, të njëjtën gjë, ka dhe një urdhër ekzekutiv që të trajtojë si terrorist grupet në Meksik, pra ka të drejtë bombardojë dhe atje. Liderit botror e kanë parë që Trump është i vendosur. E tregoi qartë në Iran dhe me Trumpin askush nuk kërkon të luajë. Zoti Papa, juridikisht ky klasifikim pra i trafikantëve si terroristë, çfarë pasojash mund të ketë mendoni ju për vendet e tjera? Çdo vend që prek interesat e sigurisë kombëtare amerikane do të shkohet nga amerikanët. Diplomatikisht, funksionon përmes non-gradave, ekonomikisht, por dhe ushtarakisht. Venezuela dhe Meksika e ndjejnë këtë se janë kufit. Por hetimet e nisura dhe numri 2 FBI-s, Don Bongino, është marrë shumë me trafiqe deri në Durrës, me lidhjen me po flitet tani në Tiranë për Arubën, me qeverinë shqiptare, kjo mbetet përparësi nga kjo administratë. Ana tjetër është që kanë filluar të zhbllokojnë nominimet në Senat për ambasador dhe Departamenti Amerikan i Shtetit po shpëton nga ato që unë i quaj Yuri Kim's and Company dhe po emërojnë njerëz që mbështesin platformën e re, jo platformë për të majtën, për wokizmin LGBT, por platforma djathta për nacionalizmin, traditat, për të qenë në atë drejtim që kërkon Trump me fushatën e bërtë magës. Ky është një lajm i mirë për forcat e djathta kudo në Evropë, natyrisht dhe për në Shqipëri. Zoti Papa, ka një akuzë edhe për ish drejtorin e FBI, James Comey, ndërkohë që çfarë sinjalizon kjo akt akuzë për të dhe ka spekulime për hetime në çështjen McGonigal. Ka gjasa të ndodhë realisht kjo? McGonigal nuk ka lidhje me këtë, por me McGonigal ka filluar hetimi. Pra do rjetohet nga e para dhe në qoftë se dalin në fakte të reja, do të shkojnë në gjykatë. 3 herë është marrë në pyetje në etusi, në qeli, nga prokuror, zoti Trump. Ka një listë armiq personal Trumpit, McGonigal është ndër të parët, është Comey, drejtori i CIA-s, është Bolton, është Soros. Tani çdo çështje varet se si ndërtohen akuzat dhe sa e fortë do të jetë. Me McGonigal faktet janë masive, dosja është 8.000 faqe. Me Comey duket më shumë si inat personal i zotit Trump, duke kërkuar me ngulm ndaj prokurores përgjithshme që
kishte akuza, prokurori i Virginias nuk pranoi, ka emëruar një stafierë të vet që nuk ka qenë kur prokurore dhe janë vetëm 2 faqe akuzë, ka kaluar në urinë e madhe, nga 16 vet, vetëm 14 kanë votuar, duhen të votonin të 16, çështja duket e dobët, por Trump ka drejt të veprojë kështu kur kujtojmë se si ishin ndaj tij. Ka një problem, mbas skandalit Watergate-it, Departamenti i Drejtësisë ka qenë i pavarur dhe s'ka marrë urdhra kur nga presidenti. Tashmë kjo po ndryshon. Me Trump po ndryshon çdo gjë dhe kjo e nxjerr dobët Amerikën në fushën ndërkombëtare ku dihet që ky vend i madh ka një pavarësi në drejtësi, por siç ta vet komi, unë besoj tek gjyqi, tek pafajësia ime. Problemi është pak i komplikuar sepse nëse do të kërkojë një juri e madhe në Washington DC, 80% janë kundër Trump, nuk do të kishim akuzë. Por dëshminë që ai ka bërë në Senat e ka bërë nga shtëpia e tij në Virginia, Virginia është shteti i djathtë, ndaj për mendimin tim, siç ma tha dhe Bill O'Reilly dje, kanë avancuar më shumë se ç'duhet dhe nuk ka gjasa që të ketë case të fortë. Mbase që në fillim gjyqtarja mund mos e pranoi këtë akuzë. Ishte deri të martën kishin drejt ta hidhnin në gjyq, por kjo tregon që do të vazhdojnë me McGonigal, do të vazhdojnë me Soros, me Brennan, me Obamën jo sepse ka imunitet, pra Trump nuk të rihiqet. Edhe pse cilësohet një luftë politike e tij, nuk e ndalon askush presidentin amerikan që të kryejë këto veprime. Ka qenë një urdhër gentlemanësh që sekretari i Departamentit të Drejtësisë ishte i pavarur, edhe pse ai është pjesë e kabinetit, me Trumpin kjo nuk ngjet. Me gjitha ato akuza, me gjitha ato dëshmi të rreme që ka pasur ndaj zotit Trump, pikërisht nga ky person, ai ka të drejtë që siç tha në një fjalim që I hate, i urrej kundërshtarët e mi. Nuk është normale që një drejtor FBI që ka qenë i djathtë, të jemi realist, të bëj rrjedhje në media tek shokët e tij, nuk vepron shteti kështu. FBI ka qenë kthyer si armë politike në administratën Biden. Por problemi është që zyrtarët që janë sot në Departamentin e Drejtësisë, në FBI, të gjithë duhet të kenë shumë kujdes. Me një ndryshim të shtëpisë bardhë, dhe ata do të jenë tek banka e të akuzuarve. Unë shikoj kur Pateli shkon në Senat dhe Kongres, është e vështirë që të mos gënjesh në thonjza, siç ka ndodhur me zotin Comey. Por akuza është që zëvendësi i tij thotë që rrjedhjen që unë kam bërë te Wall Street Journal ka pasur DNA një ditë më pas edhe drejtori i FBI. Por kjo nuk do të thotë që është krim. Nuk e vërteton dot, me një avokat mirë ai mund ta kalojë këtë. McGonigal e ka shumë herë më të vështirë. Ka lidhje të mëdha me Rusin, oligarkët rusë në Kinë dhe dëmin më të madh e kanë në Shqipëri. Dumani, me takimet që ka pasur në Departamentin e Drejtësisë, duhet ta ketë marrëdosjen. Duhet të ketë marrë orientime dhe fakti që e ngarkura me punë, po shkon spak, po shkon te drejtësia, tregon qartë që amerikanët duan të shkojnë deri në fund të kësaj çështje. Zoti Papa, me Trump thoni ju po ndryshon gjithçka, të gjithë do të shkojnë në bankën e të akuzuarve. Tani mund të themi që në 10 muaj të administratës zoti Trump i ashtu quajturi Deep State është shmontuar dhe pjesë e këtij plan veprimi është edhe Soros. Deep State nuk është thjesht i demokratëve, ka nga dyja palët. Janë me miliona vet, nuk është e lehtë, po i vetmi që mund të shkundë është Trump. Natyrisht ka shkundër shumë, ka bërë shkarkime të mëdha dhe duket që po ndryshon. Nuk është e lehtë, një njeri se bën dot gjithë, por në qoftë se do të kemi akuza dhe për Sorosin, që është figura më e përshtirë në politikën amerikane, që shkatron familjen, traditën, nacionalizmin, do të ishte një fitore e madhe, jo thjesht personale, por për të djathtën, për ata që duan familjen, kombin, traditën, që janë kundër wokizmit, socializmit utopik që po shkon shumë nga e majta. Unë besoj se edhe ndaj Sorosit do të ngrihen akuzat RICO për grup kriminal të organizuar. Akuza që janë të ashpra. Natyrisht që Soros është dënuar një herë, është dënuar në Francë, por ka një grup të madh avokatësh dhe ka rreth 30 miliard dollar që ka investuar në për prokuror, në për gjyqtar. Ai që quhet Deep State ka dhe të mirën e vetë se mban këtë vend, nuk është do gjë e keqe. Por problemi është se FBI, CIA dhe Pentagon baheshin si ato shtyllat e këtij shteti të madh. Por wokizmi, DEI,
filloi të depërtonte edhe në këto organizma, aq sa në Pentagon arritën të kishim leksione marksiste, në CIA dhe marrja në punë përmes DEA-t e ka dëmtuar shumë këtë vend. Një shembull është thjesht Yuri Kim, 23 vjeçare, pas një merit. Thjesht nga kuotat si aziatike, amerikano-aziatike, fillon departament dhe ngjit të gjitha shkallët pikërisht nga kuotat deri ambasadore, duke zënë vendin e dikujt që ka qenë është mund të ishte 100 herë më i zojan se ajo, dhe kjo ka ndodhur kudo. Trump po i thot stop. Duhet ja dim për nder, ne që jemi këtu amerikan, shqiptar amerikan, por dhe kudo në botë forcat e djathta. Po ndryshon shumë, nuk është e lehtë, me këtë kthim të madh dhe ka një mbështetje, por nuk e ka të lehtë. Ka qenë sfidues, ka fituar nga networket e majtat NBC, CBS, CNN, ka fituar disa gjyqe, ju ka rënë ratings dhe duket që është në sulm. Trump nuk tërhiqet. Natyrisht ka zgjedhur një kabinet me njerëz besnik, por kontrollon Senatin, varet se si do të shkojë me ekonominë, me tarifat, për të mbajtur Kongresin apo jo. Ka pasur një zgjedhje speciale për Kongres, një Kongres grua ka fituar, çka bën që janë notat për të dalë dosja Epstein. Këtu është lufta e demokratëve, të cilët nuk kanë një kandidat për shtëpinë e bardhë. Sipas vëzhguesve, shtëpia e bardhë do të mbesë republikane. Senati gjithashtu mund të mbasë Kongresi. Ne, si shqiptar, duhet të dimë të ngrejmë çështjen e interesave të Shqipërisë. Për mendimin tim, çështja e Shqipërisë nuk ka shkuar as tek zyra tavolina Rubios, as tek Trumpi, fatkeqësisht deri tani. Kudo në Shqipëri.